Egli fshin fotografit nga dasma me Gjestin, a përfundoi lidhja midis tyre, mësohet çfarë ka ndodhur mes tyre. Gjesti dhe Egli ishin shifti më i kërkuar në Big Brother VIP dhe pas daljes, teksa duket se marrëdhënia midis tyre përbën një interes publik, duket se Gjesti i tërhoqi të gjithë vëmendjen në mediave pasi fshiu të gjithë fotografitë nga Instagrami i tij. E pas këtij gjesti që diku u mor si një ndarje nga Egli, nga ana tjetër u mor si një rifillim për karrierën e tij muzikore, për t'i kushtuar më shumë rëndësi këngës që vjen shumë shpejt, duket se më shumë qëndron e para, pasi edhe Egli ka bërë të njëjtën gjë. Ish finalistja Big Brother VIP Albania ka fshirë shumicën e postimeve në Instagram, duke i lënë vetëm 7 prej tyre. Madje Egli ka fshirë edhe fotografinë e dasmës së Gjestit, duke lënë të aludohet se shifti më i ri i stradës shqiptare janë ndarë. Jo vetëm kaq, pasi ajo ka ndryshuar edhe foton e profilit të saj, teksa ka vendosur foton me fustanin që veshin në ditën kur i fut, ku tha se do t'i përkushtoj më shumë vetes dhe nuk do të ishte për krah Gjestit për një fillim të ri. Duket se Egli ka hequr dorë nga Gjesti, e kjo edhe pas burimeve të afërta pas daljes së këtij të fundit në Portokalli. Gjesti doli në Portokalli ku deklaroi se ka kryer edhe marrëdhënie me Eglin, e injoroi ndër të tjera duke thënë se nuk e njeh Eglin. Duket se këto fjalë nuk e kanë pëlqyer as pak Eglit, e nga ana tjetër dyshe nuk janë takuar prej ditësh tashmë, edhe për shkak të angazhimeve të tyre, gjë që ka sjellë që Egli dhe Gjesti të vendosin përfundimisht për ndarjen e tyre. Shifti megjithatë do të jetë shumë shpejt afër publikut, teksa të dy kanë premtuar se këngët e tyre do të vinë shumë shpejt për publikun e gjerë.